Përfundon në pranga djali i Kerr, 49 vjeçari akuzohet për hyrje të paligjshme. Ja çfarë ndodhi. Eliah Blue Alman, djali i Kerr dhe Greg Alman, është arrestuar në Concord, New Hampshire për akuza për sulm dhe hyrje të paligjshme. Sipas TMZ, 49 vjeçari u ndalua të premte në mbrëmje pasi policia mori një telefonat për një mysafir të padëshiruar që po shkaktonte trazira dhe po sillej në mënyrë agresive në ambiente të shkollës prestigjioze St. Paul School, rreth orës 19. Policia identifikoi më vonë personin si Alman. Ai u arrestua dhe u akuzua për dy raste sulmi të thjeshtë si dhe një akuzë për hyrje të paligjshme, kërcënim dhe prishje të rendit publik. Ai u dërgua në burgun e qarkut Merrimack, ku procedua dhe më pas u lirua me detyrim paraqitje në gjykat. Ai pritet të dalë para trupës gjyqësore dhe në një datë më vonshme për seancën paraprake. Ende nuk dihen arsyet pse muzikanti ndodhej në ambientet e shkollës, ndërsa burimet për TMZ kanë deklaruar se nuk është e qartë çfarë lidhje mund të kishte ai me zonën. Ai jeton kryesisht në Kaliforninë jugore, ka folur më herët publikisht për betejën e tij me varësitë nga droga. Në vitin 2023, Sher ndërmori hapa ligjor për të vendosur të birin nën kujdestari ligjore, duke argumentuar se ai nuk ishte në gjendje të menaxhonte siç duhet financat dhe kujdesin për veten për shkak të varësisë. Pas një betejë ligjore disa mujore, këngëtari tërhoqi kërkesën e saj në vitin 2024. Në maj të vitit 2025, ai u fotografua në gjendje të rënduar pranë hotelit të njohur Chateau Marmont në Los Angeles, ndërsa një muaj më pas u shtrua në spital pas një mbidoze.